Të kaloj rrugën me do të jemi të kujdesshëm, të kaloj vetëm në vijat e bardha dhe të kaloj vetëm në semafore. Për sigurinë në rrugë, për rregullimin e qarkullimit, për udhëzimet dhe orientimet, për informim të përdoruesve të rrugës. Shenjat e rrugës kur ndihmojnë makinat që mos të bëjnë aksident. Kontrollimi i rrugës man rrezikun që vjen nga pikat e verbra. Automjetet ndihmojnë njerëzit për të jetuar më mirë. Edukimi për frymëri rrugore fillon që në frymëri. Përbërësit e rrugës do të sjellin në mënyrë të tilla që të mos kaptojnë rreziqe. Kryqëzimet janë dy bashkime ose më shumë rrugëve. Ne